Ju përshëndes dhe ju urojmë mirëmbrëma gjithëve nderuar teleshikues, jemi së bashku në Sport në fushën e Blu Televizion, si çdo të hënë në mbrëmje, do të flasim për javën futbollistike që kemi lënë pas. Do të prekim takimin e flamurtarit Mehmet Vasani, por natyrisht një vëmendje të çantë do të kushtojmë ekipit të Orikumit, që është duke vijuar dhe duke bërë një paraqitje shumë të mirë dhe duket që po shkon drejt kategorisë parë me gjithë shpresën dhe me gjithë dëshirën që ta shohim vitin e ardhshëm një kategori më lart. Kam kënaqësinë që sot në studio të kem pikërisht trajnerin e ekipit të Orikumit, mikun tim Baçi Idrisi. Mirëmbrëma Baçi. Mirëmbrëma, Toni. Një tjetër mik i televizionit dhe i emisionit ton, një sportdashës që i ndjek ndeshjet me vëmendje të veçantë është edhe Viktor Tajeri. Mirëmbrëma Toni. Mirëmbrëma Toni. Faleminderit për ftesën. Shiko, do ta nisnim sepse nisim gjithmonë nga kategoria më e lartë për të kaluar më te kategoria më ulët, por unë sot kam kënaqësinë që tash në nisje që kemi Baçin dhe dua një në radhë të parë ta përgëzoj dhe ta uroj për fitoren 500-0, për faktin që vijon baj vendin e parë në renditje me 5 pikë dhe do të flasim fillimisht për Orikumin, pastaj të flasim për flamurtarin. Baçi. 3 pikë në 500, 5 pikë i shkëputur nga vendi i dytë dhe nga vendi i tretë, ka edhe 3 javë akoma gjithsesi. Po në radhë parë falenderit njerë që jeni të interesuar edhe na kushtoni vëmendje ne sepse jemi një nivel pak më i ulët se gjithmonë. Këto kategoritë e tjera. Nuk kam asnjë të thënë mos kushtoj vëmendje ekipit. Po, patjetër, falenderoj kështu përballë. Edhe pjesa tjetër për sa i takon kampionatit, e kam thënë edhe herë tjetër ku kam qenë në studio me ty Toni që ne kemi vlerësuar jashtëmase sepse kemi që edhe vjet kemi qenë pothuajse një hap për të ngjitur në kategoritë parë, kemi humbur play-offin e fundit vjet, kështu që kemi nxjerr disa mësime, kemi ndryer pak në merkato, gjithmonë grupi i shruajtur, kjo është një gjë që e mirë sipas mendimit tim, sepse çdo trajner ka filozofitë e veta. Nëse ruajtja e grupit është ruhet gjithmonë, mendoj se rezultatet nuk mund të vinë direkt, kështu që nëse ruhet grupi dhe vazhdon me vazhdimsi, mendoj se rezultatet vijnë. Por që jemi munduar në të gjitha format edhe me të gjitha mundësitë që kemi pasur që të jemi këtu lart edhe kemi udhëhequr kampionatin që nga fillimi. Jemi 5 pikë, kemi ndeshje më shumë kundrejt Sarandës edhe kurse me Ballshin që është rivali i tretë në renditje edhe Partizani B. Jemi 7 pikë ndaj Partizanit dhe 3 pikë, 5 pikë ndaj Bylisit. Kështu që nuk kam mbaruar asgjë akoma, janë 3 javë Toni dhe janë ndeshjet që janë në drejt për drejt me kundërshtarët që kemi në renditje që sapo përmenda. Kështu që kampionati është akoma i hapur, na duhen pikë akoma për ta mbyllur matematikisht, kështu që jemi të fokusuar, kemi bërë 2 hapa fallc që në fushën tonë edhe po ta quaj hap fallc edhe në Maliq kemi bërë një hap fallc dhe normale kemi nxjerrë mësime. Në Peshin kemi zhvilluar një ndeshje në një terren shumë të vështirë, për sa i takon sepse unë e kam përmend gjithmonë. Fusha me ban natyral për ne është pak problem për skuadrën tonë sepse ne stërvitemi në një fushë me bar sintetik. Falë që po të ndërpres, ne flasim në një fushë me bar natyral dhe në një fushë që nuk i ka gjitha parametrat, pak ne kemi parë se çfarë fushë ka Peshini. Po, për fat keq. Po, atë do të thoja sepse Shkumbini është një ekip që është me traditë, është një ekip edhe një qytet që ka dhënë tonë në futbollin shqiptar në kategoritë superiore, por që për të ardhur keq këtë vit vuan për mbijetesë edhe patjetër që ndeshja ishte shumë e vështirë, ishte shumë e luftuar nga të dy palët, por që arritëm që të fitonim dhe kishim vlerësuar jashtëmase kundërshtarin sepse siç e thash dhe më lart që kemi bërë një fallc edhe nuk na falej, kështu që ishin pikë që duhet i mendim. Dhe përsy. Po, tamam. Edhe normale që arritëm 1-3 pikë që na jep një farë, si të them, qetësisë mund ta them, por që ruajmë atë distancën me kundërshtarët. Kjo është sepse qetësia vjen kur në momentin që mbaron gjithçka. Për ne nuk ka mbaruar, biles për ne sapo janë vështirësuar shkallët, është ai hapi, janë ato 2 hapat e fundit. Është hapi përfundimtar që duhet i bëjmë sepse duhet jemi të fokusuar, të përqendruar maksimalisht që të gjithë për të arritur objektivin sepse kemi 2 vjet që jemi aty edhe shpresojmë që të arrijmë. Tori, një ekip si Orikumi, e tha mirë Baçi që
prej 2 vitesh është duke luftuar vjet për fat keq ka qenë. Unë e ndjek. Po. I di dhe rezultatet, i di dhe të gjitha, e para punës me që jemi këtu, si mik të vjetër që kam baqin, duhet ta komplimentoj, të kam komplimentuar dhe herë të tjera, edhe drejt për drejt, po edhe në ambientet tona sportive mirëdashëse. Në mënyrë indirekte. Sepse në fundit je, sigurisht, se në fundit je pjesë e flamurtarit që po jep ato rezatimet, po i lëshon. Unë të dëgjova. Grupi nuk ka lëvizur, the. Do me thënë element, një ndër elementet do të thosha unë. Ndërsa janë disa të tjera, është ajo harmonia që ju keni, është ai besimi dhe dashuria për të luajtur futboll që ju e keni, që unë po t'i bëja paralelet me ekipin tonë të flamurtarit, është si nata me ditën. Ju mor zotri vini era futboll, vini era dashuri, vini era vlorë. Ndërsa këtu ndryshon totalisht e sapi. Nuk dua të kthehem nuk dua të bëj kritikun, por janë disa nga këta elementet që në fundit të detyrojnë të thuash, gjejmë prejen se po na ikën shpirti këte, po na fluturon zëmra me flamurtari, po kur dëgjojmë ori kumi? Në fund prapë në vend. Është vllaju i vogël. Po patjetër. Duam është, kështu që janë disa element dhe kjo është merita juaj. Dhe më pëlqen që jem me këmbë në tokë sepse thua nuk ka mbaruar asgjë. Tani, ju jeni ai drejtuesi që drejtoni dhe gjithë lojtarët dhe gjithë, domethënë stafi apo tifozët, syt i kanë pikërisht tek ju. Tek momenti që ju keni atë armën e fortë, qetësinë absolute që ty të karakterizon dhe anën psikologjike, kjo më jep një forcë dhe një besim që rezultatet janë të garantuara, sepse në fundit futbolli ka dhe ato hapet falso që quhen se prandaj është bukur futbolli. Por e përgjithshme është ajo që unë do futem në fushë dhe kam atë karakterin, pa dhe do humbasësh dhe do barazosh. Se janë rezultate të pranishme dhe të padiskutueshme. Ato hapet falso. Kur më luan me shpirt, kur më luan me shpirt, halal të vej edhe humbja dhe barazimi edhe hapët falso. Shko. Po. Jo, në radhë parë faleminderit për komplimentat, por sepse siç e tha dhe Tori është pjesë që e kemi parë gjithmonë kështu si idhull patjetër, sepse ne vim nga flamurtari që të gjithë. Tori ka qenë pjesa jonë gjithmonë, edhe njifem që kur unë kam qenë fëmijë. Kështu që faleminderit te kjo pjesë, por që doja thoya Tori që unë nuk mund t'i referoj mas gjithmonë e kam prekur të pjesën sepse më dhimbset pjesa sepse unë kam dalë, jam rritur me flamurtarin, edhe është normale që më dhimbset ta pjesë, por që nuk dua të prek fare asnjë lloj gjëje sepse është shumë e thjeshtë që të flasësh kështu nga jashtë. Por që unë i referojmë skuadrës që kemi, ne kemi një ekip që është vërtet i formuar në këto 4 vjet e fundit, është i formuar dhe i financuar nga një person nga, siç ju e njihni, Muharemin, edhe është një person që sakrificë jashtëzakonshme, sepse po flasim për një futboll në Shqipëri që nuk ka asnjë financë dhe normalisht ne nuk të sill asnjë të ardhmë, nuk merr asgjë mbrapa. Kështu që është merite Muharemit dhe presidentit në vend të parë, sepse ka arritur që të ruaj grupin, sepse kanë financat të mëdha, ka arritur që të ruaj grupin dhe që jemi këtu ku jemi sot dhe shpresojmë që t'i arrijmë. Por që nuk dua ta hiq vëmendjen sepse në skuadrën tonë është pothuajse 70% e skuadrës janë vlonjat, janë gjithë vlonjat. Kështu që normal prandaj dhe rezultatet dhe shpirti vinë, e kupton? Duke pasur vlonjat brenda, mendoj që kemi bërë dhe një merkato tani në dhjetor që kemi ofruar dhe Telushin, që ishte kapiteni i flamurtarit. Kështu që normale na jep një qetësi, një siguri, sepse ka eksperiencë mjaftueshme. Shiko Baçi, pjesa që ne ndjesje të ndërpresë, ta bëjmë bisedën si familje se jemi brenda tavolinës dhe për të njëjtin problem. Në momentin kur ka dëshirë, ka atë shpirtin e madh, vetë rezultatet vinë dhe janë të çuditshme, sepse në fundit ne do të rrim me këmbë në tokë. Ne dimë që ku jetojmë në Shqipëri, me këto kushte që janë. Po kjo punë, nëse del në fushë, dili për zot aty topi. Ju është topi me kërci. Më falë se po përdor një zhargon që s'është normale. Atëherë, edhe këto kushte janë, sepse kjo tregon shpirtin dhe garën e fortë të kësaj skuadre, fali jush që e keni organizuar dhe e keni bërë njësh, se po nuk pati ti dhe shumë mirë, po nuk janë unison dhe të kenë një harmoni brenda vetes, rezultati nuk të vjen.
po të bëhen secili të bëhet me vete, parandaj quhet skuadër. Skuadra ka atë meritën që do të japë. E përmendi Baçin dhe unë aty duhet të ndalesh një çik. Këta ndërhyn edhe në janar, mos gaboj, dhe bët vetëm afrim me Telushi. Të vetëm vlonjat që pa vlera. Ndërkohë që në ver ruajtet grupin e vjetër. 3 lojtar kemi marrë dhe në ver. Diku tek 3 lojtar. 3 lojtar, të 3 afrime. Pra, 3 dhe në të 3 ishin 2 ruajtet gati flamurtari. 85% të ekipit të vjetër. Po. Nuk është pak. Sepse vjet vetëm në fund me Kuksin. Me Kuksin. Një moment që nuk dua të ta përmendim sepse është një dhimbje për gjithë skuadrën dhe për ne dhe mendoj se ajo na ka dhënë një forcë të mjaftueshme sepse më beso Toni që çunat e psikologjia e futbollistit vrihet shumë e brisht, vrihet shumë shpejt. Momenti që shkoni pa drejtësi, futbollisti ndikohet direkt. Pastaj dhe ne që jemi në pankinë apo dhe tifozët apo të marrim shembull dhe nga veprimet që janë bërë para disa jave ndeshjet flamurtare që një vendimet e arbitrit direkt ndikojnë. Kështu që neve kemi pas një shembull për të marrë gjithmonë si pikë referimi për keq, që do të thotë që ne kemi qenë në një ndeshje finale dhe kemi humbur dhe mendoj se kemi nxjerrë mësime. Si unë, stafi, presidenti e gjithë me radhë dhe të futbollistat. Dhe kemi nxjerrë një mësim që ne nuk duhet gabojmë. Nuk duhet gabojmë sepse jemi në një pikë, si thonë, në një pikë të kampionatit që nuk ka asnjë shenjë për tolerim apo vetë kënaqësi apo nuk e di se çfarë, sepse nuk na falet. Nuk kemi maksimë mundësi, kështu që duhet të shtrëngojmë dhëmbët dhe me kokën ulur dhe të ecim përpara që të arrijmë objektivin ton. Mendojmë që grupin e kemi edhe shpresojmë që të arrijmë. Mendimin e Zotit. Duhet të bëj një pyetje dhe të bëj thjesht një krahasim me nuk po përmend ndeshjen e fundit, po thjesht po flas për kampionatin se do të kaluar me këtë kampionat. Më i vështirë ai vjet apo më i vështirë ky si vjet kur kemi parasysh që kemi dy ekipe B të kategoritë superiore si vjet, siç janë Bylis B dhe Partizani B që mund të përdoren dhe lojtarë të kategoritë superiore. Po. Shiko, e kemi biseduar edhe kështu si thon privatisht dhe bashk, unë e kam përmendur në intervista tjera që shiko, po të shkosh ndryshimi nga vjet në si vjet, kampionati vjeç me këtë vit, unë thash, ta kam thënë 100 fillim kampionatit që kam dhënë intervistën e parë, kam thënë gjithmonë që ky kampionat do të jetë shumë më i fortë. Për faktin sepse ka ekipe B që e synojnë, sepse kanë interesat e tyre, qoftë Partizani B, qoftë Bylis B. Kështu që thash do jetë më i fortë. Vjet kemi pas luftë drejt për drejt thjesht vetëm me luftëtarin dhe ishin ndar skuadrat. Kurse sot janë 5 ekipe që janë 5 tan lojë. Në kuptimin që edhe ne që jemi të parët me 5 pikë, prap jemi në rrezik, sepse mos o zot një ndeshje me fjalë je ke aty kundërshtarin, e kupton? Edhe unë e kam thonë gjithmonë që ne bëjmë pjesë në një kampionat që nuk ka shumë ndeshje. Që të kemi nuk ka 4 faza, ka vetëm 2 faza dhe janë 20 ndeshje. Dhe normalisht nuk të ke luksin të gabosh. Më kupton? Ky është një problem madhor, që te ne nuk gabohet dot as me barazim. Jo më me dhe nëse do të dalësh kampion do të gabosh sa më pak. Kështu që fati jon ka qenë na ka ndihmuar dhe fati sepse duhet jemi koshient. Ne kemi bërë hapa falls që njihen në futboll, por të njëjtën hapa falls kemi bërë ne, për fat na kanë shoqëruar dhe kundërshtarët që kanë gabuar. Edhe jemi këtu ku jemi, po që nuk duhet jemi akoma më shumë të fokusuar. Ndeshja e radhës Partizani këtu. Ndeshja e radhës presim Partizanin në Vlorë. Të dielën po. Janë 3 javët e fundit baçi që luajm Partizanin këtu, Bylisin jashtë dhe Sarandën. Presim Sarandën këtu. Partizani nuk është në presion mendoj unë. Apo është? Partizani është 7 pikë larg, edhe ai do tentoj. Shiko, Partizani Origume ka mundur atje. Ka ana psikologjike është. Dakor, ana psikologjike e presim më qetësisht. Ajo që na intereson neve në mënyrë drejt baçi është që nëse s'do ketë lojtar të ekipit parë të vinë. Po ajo që po shikoja unë këtu të paktën se po diskutoni edhe bashkë me Bacin tani. Partizani luan të shtunën Partizani parë. Po nuk po luan mbrëmje Baçi. Mund t'i luajë të nesër me numrin 3? Po, patjetër. Po do të kaloj 24 orë. Jo, s'ka, nuk ka 24 orë, ka brenda 24 orë duhet luajë 90 minuta një futbollist.
Pra Në qofse luan 90 minuta atje nuk luan dot. Po të marrim një lojtar që të paktën kalos kundra në ndeshjen e parë, i qendrëmbrojtësi apo qoftë ai qoftë Kuka, që në qofse luajnë për shembull, po të marrim në lozin të shtunën në 45 minuta, kanë drejt luajnë 45 minuta ditën e nesërme. Nëse luajnë 90 minuta nuk luajnë dot më. Jo, nuk luajnë dot më. Ose nëse luajnë 70 minuta duhet lozin 20 minuta këtej. Kjo është unë e shikoj shumë lehtë ndeshjen. Unë jam i qetë, sigurisht Baçi ka pozicione. Jo, Baçi nuk është i qetë asnjëherë, po ran qetësi pasaj. As nuk e bën dyshim, thash, unë jam në pozicion të tillë që nuk e lëm netë në qetësi. Kur kam luajtur Tori se të ndëpreva. Jo, s'ka problem. Më falësh. Jo, kur kam luajtur futboll, mendoja gjithmonë sepse rolin e trajnerit quaja shumë thjesht, edhe normale, por që një trajner mendon në momenti që mbaron një ndeshje, thjesht vetëm ajo pjesa e kënaqësisë apo e qetësisë, se ke vetëm atë gjysmore një orë maksimumi sa mbaron ndeshjen. Në momentin që ikën te shtëpia, je direkt mendon ndeshja e javës që vjen, edhe kështu që unë kam filluar 100% në rrugës, duke ardhur mendoj sepse shiko, është diçka në momenti që mund të jem unë pak i lëshuar apo i toleruar në mendjen time, unë e transmetoj direkt sepse trajneri transmeton. Absolutisht. Një trajner duhet transmetoj. Lojtarja blen mendjen trajnerit. Patjetër. Në mënyrë absolute, shikon në sy, kokërdon syri, ku është ky tek, po mos harros se Baçi ka eksperiencë. Nga një shkollë e madhe. Dhe pyetën ta shikojmë me vëmendje atë të Uta Partizanit të shtuar, duke shpresuar që të luajnë sa më shumë ata. Po le të luajnë në fundit se s'ka ndonjë ndryshim me futbolli sot. Shiko, nga skuadra nga kategorisë. Këta vajtën e mundën atje, ai kishte 4 lojtarë të kategorisë. Nuk ka, Toni, shiko, më beson në futbollin. Ma është nga. Të gjitha. Edhe Tori flet se ka dëshirë, unë e di, patjetër, dhe ti edhe të gjithë që më shkruajnë dhe më marrin telefon, patjetër që më urojnë që t'ja dalim, absolutisht jam shumë i kënaqur, ndihem shumë i vlerësuar dhe i kënaqur që më kanë uruar dhe më kanë shkruar shumë njerëz. Problemi qëndron këtu që ne nuk kemi asnjë lloj vendi sepse nuk kemi vend për të, si i thon, për qenë qetë. Absolutisht. Duhet të jemi të qetë kur mbaron ndeshja e fundit, atëherë duhet të jemi të qetë. Do të gjej një fjalë tjetër. Jo për të qenë i qetë, duhet të jesh me sezon sepse do të jesh për ta përballuar një skuadër. Patjetër, jo i qetë. Ka një tjetër qetësisë po Baçi. Jo, patjetër. Por, nuk duhet marrë në mendje madhësi. Po, patjetër, jo sepse kemi fituar atje dhe duhet të jetë se s'bën, sepse po të ishte matematik. Jo, s'ka shanse ajo, por prandaj quhet futboll. Kështu që prandaj është sporti më i bukur në botë. Po prandaj dhe Baçi është trajner. Ne kishim në mendje kur ndeshja nuk i ngjan. Nuk i ngjan absolutisht. Kush e priste për shkakun që do barazonte me atë Eagle i Vatira 6-0 jashtë, apo 5 e radhë. Po çfarë bësh? Kështu që futbolli prandaj është. Baçi mund të nuk do ta bëj pyetje me ita dozë pyes. Po. I druani edhe lojës jashtë fushë. Nuk, mas edhe ti nuk e dojë këtë pyetje. Toni, jo, të thash, e te kam thënë dhe mos të bëj kështu përsëricin, por që vazhdoj ta them. Ka diçka, jo se ne jemi vlonjat dhe kemi pak gjoksin kështu me grop e duan mburemi, por që unë nuk e them për, sinqerisht, nuk e them, dim gjithë edhe flasin që gjithë. Në opinion sportiva, apo qoftë në Vlorë, qoftë jashtë Vlore, të thash, neve jemi një klub vërtet i vogël, më beso, jemi vërtet i vogël, nuk kemi shumë burime njerëzore që të kemi 20 apo 30 punonjës, ne jemi të pak në numër, po se cili bën atë punën e vet, kemi president që na drejton dhe është një person që nuk i njeh këto gjëra. Këtë gjë pak të ta sqaroj. Jo, prandaj ta nisa që nga ne. Dhe nuk do, sepse po të ishte, do ishim gjithë që vjetë. Kështu që është një person që thot, unë duat bëj një ekip, duat kam një trajner, një staf, kam një ekip të mirë, kam investuar te futbollistat dhe unë duat veten kategoritë parë që kur vete mos të bëjmë të vend dhe të zbresim prapë. Do të vend dhe të qëndrojmë. Kështu që kemi një ekip që kemi mbajt për 3 vjet. Që me shpresë të Mallit Zot, qoftë arrim objektivin, besoj se asaj skuadre nuk i duhen më shumë se 2 apo 3 element maksimum. Për të qëndruar me qetësi. Patjetër. Të paktën se futbolli është me shije. Por ekipet e tjera nuk jam në deni dhe
fjalë vinë, fjalë xhirojnë, sepse ne jetojmë në Shqipëri. Le të bëjmë punën e tyre. Fjalë vinë, bëjnë, por që vjet ka qenë më theksuar se si vjet. Sepse ka qenë një ekip në garë. Dhe kur ti je me një ekip në garë është normale që futen politika, kryetari, kjo, ajo, e ke parasysh, kurse si vjet ka qenë pak më ndryshe se Partizani, patjetër. Partizani luan futboll, ka futbollistat mirë. Bylis B patjetër ka shumë futbollistë në dispozicion. Saranda, Butrinti patjetër që ka ekip të mirë. Tomori ka element të mirë. Ka ekipe Malishi gjithashtu, sepse janë gjithë korçar. Edhe normale kanë qenë ekipe që sepse po të ishte pjesa që sapo më bëre pyetjen toni, ne gabojmë në Malish, nuk fitojmë dot të njëjtin që bën kundërshtari jon direkt. Më kupton? Kështu që po të kishte aleanca të tilla, mendoj që nuk do ndodhte. Më kupton? Se fitua me lehtësi. Po pikërisht, e kupton? Apo siç bëri dhe Byli si Apfalc në Delvin. Është e njëjta gjë, e kupton? Kështu që s'mendoj. Po që mendoj që mund të jetë pak më pak se sa vjet. To është shumë optimist më duket. Absolutisht, shikoj do marr fare zot merr fare me taktikë nga brava. Ne ky është mund para. Koka drejt, ec përpara me këmbë në tokë. Është ana që këta i din vet, se ja po është ustaj vjetër ky. 3 vjet ato. Është normale, kështu që çdo gjë është e një shumë mirë. Po futi ekipin, ajo që është ja thash në fillim të bisedës. Është ekip që luan me shpirt. Po luaj dhe me shpirti e ke fitore. Shkoj kampionati italian çfarë bëhet? Komo, kush ja prisë mendja Komos? Po. Ka një kur emra, s'ka më emra. S'ka më emra. Edhe një pyetje bash. Midis në këto 3 javë që janë, Norikumi do të luaj me 3 ekipe që pretendojnë. Do të kemi një përballje tjetër midis këtyre ekipeve pretendente me njëra tjetrën gjatë këtyre javëve? Ka? Shiko Toni, ne luajmë të ndeshje, luajmë Partizanin B, kemi javën pushim. Javën pushim jo për aspekt të kombëtares, po është qelloj që ne jemi ekipe tek, jemi 11 skuadra, shkojmë në Ballësh, pastaj presim Butrintin në shtëpi. Kështu që këto ekipe kanë të njëjtën pothuajse të njëjtën përplasje. Byli si pret këtë javë ne luajmë këtu me Partizanin B, Byli si pret Shkumbinin. Dhe ndërkohë mbasi ne kemi javën pushim, Byli si shkon me Partizanin B. Në Tiranë dhe pastaj pret ne. Bylisi, kurse Saranda ka kampionatin bën ka derbi me Delvinën, shkon Peshin pret Partizanin B, pastaj vinte ne. Kështu që jemi do ndeshemi pothuajse të gjithë bashkë. Jemi ne që 3 ekipet e para që udhëheshim kampionatin, do ndeshemi midis njëra tjetrës. Është tamam, kalendari do të thënë që do Po. Nuk ka me ekipe të tjera, duke sikur është ndarë në 2 kampionate mund të themi, në 2 grupe. Po, jemi 4 skuadra që rivalizojnë fort që nga fillimi, po them, kemi qenë po për fat dhe me shumë djers, me shumë mund të çunave, gjithë merita i takojnë futbollistave, kështu që sepse kanë sakrifikuar, kanë derdhur djers e gjak e mund në fushë. E kemi udhëhequr deri tani dhe është gjuna që ta lëm në fund. Edhe festën e ekipit në Peshin. Në Peshin me një mbas ndeshjes, po shikoja ta je Baçis. Jo, s'jam. Po e gjeja. Tjetër natyrë. Jo, pash një fest legjitime dhe një kënaqësi të jashtëzakonshme për futbollistët, domethënë. Po për mua ndahet tani. Për mua jo Partizanin unë e quaj. Më beso është një nga fushat. Shiko, për poshtë terenit që është i vështirë. Unë do thosha tereni një. Absolutisht, dhe tereni, po më beso, Toni, shiko, unë im shoj gjithmonë faktit që bluzja, ngjyra, fanella është fanellë. Dhe prandaj më vin shumë inat, nëse nuk dua të flas sinqerisht, më vin shumë inat dhe kur shkoj flamurtarit. Që sepse unë im shoj faktit fanella, e kupton? Po tani nuk e di. Tani unë shikoj te Shkumbini që një 30-40% të ekipit ishin çuna të rinj që nuk janë dhe nga Shkumbini, nuk janë nga Peqini, janë të huaj. Kishte edhe me ngjyrë, kishte edhe lojtar që pak ne kemi palë, që janë Tiranës, po luani me një dëshirë të jashtëzakonshme. Luftonin shumë. Tereni ishte i vende për 7 kundërshtarit sepse ne nuk luajmë dot. Ata mësuan atë fushë. Ne nuk luajmë dot në ato fusha, kemi shumë vështirësi sepse ne jemi mësuar ndryshe, jemi nga Vlora, jemi vlonjat, duam blozi me topin poshtë.
edhe pse skuadra ashtu është e stërvitur. Kurse ata janë tjetër gjë, por që dëshirën, luftën edhe atë krenarin që kishin që ne jemi shkumbini e demonstroni në fushë. Dhe më besoj që ishte shumë ndeshje e vështirë dhe prandaj që ti referojmë festës që ti the dhe çunat patjetër që ishte një ndeshje që unë më kisha komunikuar gjatë gjithë javës që është një ndeshje që është një fushë dhe një 3 pikë që duhet ta marrim sepse nga aty ne do vazhdojmë rrugën deri titullit. Duhet marrim të që të vazhdojmë të tjerat. Dhe prandaj që edhe çunat e manifestuan ashtu. Tori, një të fundit përpara se të shkëputemi për pjesën e parë, një të fundit për Baçin për Baçin, unë e kam të mbyllur. Do gjë është e padiskutueshme. Do ve Po kategorisë. pse jo karakterin, le tash ishte mbyllur akun. Shiko, është gjithë që nga presidenti. Ti kujton se unë jam vetëm me flamurtari. Ti e di shumë mirë që unë e dua sepse është Patjetër. skuadra jon. Patjetër. Tani, kur është një rreth kaq i vogël, se është i vogël, nuk është staf i madh, rreth që siç është këtu që ka plot rrumpalla që vjen vërdall. Ndërsa këta janë të mbledhur vëllai, thonë do fitojmë. Do humbasim, hajt humbasim. Por këta janë për mua është Jo, për të mbasur në Jo, fjala vjen, por kjo puna është e mbyllur. Është e mbyllur sepse shiko, kanë ardhur me djersën e ballit. Dhe djersën e ballit nuk kanë ardhur me pislliqe siç janë rëndom që ndodhin shumë shpesh. Prandaj e pyet edhe Baçin, edhe atë diskutim që po bënim, që është ruajtur unë thash 80%, po shkruhet më shumë se 80% e grupit të vjetër, sepse Po. 3 afrime në verë dhe 1 afrim vetëm në I vetë të thash se përmenda dhe më lartë jo për t'i thurë lëvdata, është i vetëmi afrim që kemi bërë është Bruno Telushi, që siç e folëm për eksperiencën që ka. Më besoj që ishte lojtari që ne na ka munguar dhe vjet, jo për sa i takon kontributit, sepse Bruno ka nuk është se 2 ndeshje, 3 ndeshje ka që po luan rregullisht, sepse nuk kam dashur edhe që ta sakrifikoj sepse vinte nga një problem që kishte. Dhe normalisht, sepse e dija që faza e fundit e kampionatit ishte e rëndësishme dhe patjetër që edhe në bashkëpunim dhe në bizedimet që kam pas pothuajse të përditshme me Bruno, e kam ruajtur dhe për pjesën që të na shërbej dhe të shërbej skuadrës, por që më ka shërbyer mua, ekipit, e të gjithëve me radhë më shumë te pjesa te dhoma me çunat, sepse është një aset për klubin dhe për ekipin, sepse edhe çunat e shikojnë edhe arrin të kuptojnë që do të thotë që shko ne mund t'ja dalim sepse është ndryshe kur komunikon me një shok, është ndryshe kur komunikon me trajnerin. Kështu që mendoj se kemi bërë një zgjedhje të mirë me Brunon, pavarësisht një sakrificë e madhe për ne, sepse është një lojtar që zbresna superiore atë vinë kategori 2 është pak e vështirë. Nuk është pak. Nuk është pak, kjo është e vërtetë. Është për të marrë shembull. Shkëputemi vetëm për pak, një hapësirë e shkurtër publicitare, rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit. Vetëm për pak. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do t'jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryez një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejtë dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Jemi rikthyer sërish bashkë me Ruar dhe Leshkues, se jemi në pjesën e dytë të emisionit Sport në fushën e Blu Televizion, dhe flasim tashmë për Superligën, padyshim edhe për Flamurtarin. Të shtunën, në orën 18, Flamurtari ka humbur futboll Elbasan, duke mbetur tashmë në pikë barabarta me Tiranën në fund të renditjes së kuotën e 24 pikëve. Tori, ajo fitoria me Vllaznin na dha shumë shpresë, shumë gëzim, sepse tham që të pak do vazhdojmë në këtë rrugë. Për fat keq jemi ndalur me Elbasanin. Kjo tregon psikologjinë e ekipit, një ekip që nuk ka një boshtë, që nuk ka një ecje, dhe nuk ka një dëshirë për të luajtur. Aq është forca, dëshira mase është e madhe. Mund të jetë shumë e madhe, por në fund kjo është forca dhe atë që unë e kam thënë që në krye të herës, është një ekip që po e sulmove i bën gol kur duash. Në mes 6-7 futbollistëve aty, vjen ai Kërciti sa ai bërë si burri 2-9 tash ai. Lejthje, si faj. 4 gola. Bravo. Tani vjen në fund ai, tak kokën ai shëndet me nuk fash. Kjo skuadra nuk tash çfarë thuash? Nga do që ta filloshe, nga do që të dhe, me na dhëm shpirti, sepse është ekipi jënë, është Flamurtari. Por, është Flamurtari vetëm në fanel. Përderisa mungojnë ata bite nënave, që ta ndjej atë publik, që pe qarë bu publiku, ta ndjej atë publik që me çdo lloj forme, zvarti që me nga një këmë, me ata të pakën nuk do të humbiste. Publiku ishte... Dhe nuk duhet, do me thënë, vjen publiku i Elbasanit dhe bënde shante dhe Dhe ajo që mund të themi për publikun, pavarësisht pozicionit Flamurtarit, publiku nuk ka munguar në asnjë lloj ndeshje të ekipit. Po kujt i përtasin ata nuk di shqip. Ky është problemi. Ai thot bëj gol, ai thot çfarë thot ai ma përkthen çik, sa ta përkthej i mbaroi loja. Tani ky është problemi që mua më dhon shpirti. Mungon Blonjati valla. Mungon Blonjati, mungon Gjaku, ai shpirti që mua më dhon shpirti. Mbaj mendur kur ishte Qereme Mushi trajner, lere futbollist. Kur mbas ndeshjes Qereme Mushi, një Vlonjat, edhe i fliste, mbani mendur. I të zëri. Tani, ky shkreti Ribaj është ka ardhur, ku ishin ata tjerë? Tani çfarë do bëj ai? Ribaj ka në një moment që Po është çfarë do bëj? shumë e vështirë për atë. Sa do të jap shpirtin ta dhanë nuk na do asfati. Se të dha 3 mundësi arbitri. Edhe italianin më kartë keq ka ikur para. Po ai s'do të kishte ardhur fare, biles për mua ai s'do të kishte lindur, nuk duhet lindte fare. Le më të vish tani trajneri Flamurtarit. Mirë bëjnë ato rrumballën, marrë ato lekë e finalit kryqit, aty fusin gjep. Faleminderit gjithë mirat, preferoj të klimën e bukur të Vlorës, por që t'i dhëm ekipit, nuk i dhëm. Bënë në ciklazh. Të gjitha i bëjnë, të gjitha. Hajde, lemo zotëroj, pastaj fillon lëpinde, kanë të thonjtë ai, qefa. Po në çdo lloj momenti po mundojmë. Po vlla, do të dhëm shpirti. Kjo është Riky. Ky është në studio këtu. Ne ka mundë të ndeshë me Partizanin. Sepse do të dhëm shpirtin, po nuk patë atë shpirtin, mbaroi filmin. Baçi si jepë me Elbasanin Flamurtarit. Toni, unë kam i ndjeku për fat mirë, sepse kemi pas edhe ndeshjet pak kështu dhe Flamurtari ka bërë gjithmonë ndeshjet në një orar të vonë edhe kur i kemi pas një ndeshjet edhe me Vllaznin e kam parë edhe me Elbasanin e kam ndjekur në stadium. Për një gjë më ka shumë keq sinqerisht është gjithë ekipi po them që vazhdon që të jetë në pozita të shumë të vështira dhe publiku se ka braktisur. Kjo është një gjë që
Ju aty ka qenë që gjithë kohës. Dhe më beso që, vërtetë shiko, Toni, ne kemi qenë në fushë brenda dhe e ndjem çfarë do të thotë të kesh tifoz. Të jesh me tifoz, të jesh pa tifoz. E dim çfarë do të thotë. Dhe prandaj të them që më vjen shumë keq sepse në momentin që tifozi vjen dhe nuk lodhet duke suportuar, për mua është një shenjë shumë e mirë. Unë mendoj që pavarësisht sepse gjithë njerëzit janë skeptikë, flasin me bëjmë të gjithë, edhe unë vetë brenda, por që me një analizë dhe me ata miqë shok që kam të shumë edhe të Flamurtari, se jemi pjesë e Vlorës dhe jemi rritur aty, edhe normale me kam diskutuar gjithmonë, kështu që për mua është shumë e vështirë, por që asgjë nuk është e pamundur. Flamurtari ka brumë, unë do ta kundërshtoj paktorin, Flamurtari ka lojtar shumë mirë. Problemi është që lëvizjet e shpeshta trajnerit ndonjëherë dhe nuk japin rezultate. Kështu që kjo është një pjesë që e gjykojnë të tjerë njerëz, nuk kemi ne për ta gjykuar, por që diskutojmë për ato që thjesht një opinion, në fushë. patjetër, por që për mua ta kishin mbajtur ta çunat që janë të dy, edhe ky Ribaj edhe Lejdi. Për mua të ishin ata do ishte akoma më mirë, dhe mendoj, nuk e di. Do ishte më mirë sepse të paktën është jo, Toni, për mua edhe më shpejt kishte ikur Italiani, do ishte më mirë për skuadrën sepse atë që thot Detori, po mirë ishte aty, për atë që thot Detori sepse normalisht është Lejdi është vlonjat, ai Bajdai ka luajtur te Flamurtari dhe patjetër ndjen vetë. Po patjetër ndjen vetën Fiore. Jo e ka shpinë Fiore se kanë dhënë, po që them që është pjesë kalos te Flamurtari dhe normalisht ndjet pjesë edhe patjetër që i dhëm. Dhe mendoj se të paktën atë që japin e japin në 100% të tyre. Kurse nuk janë thjesht rroktar. Është ndryshe të vesh ta bësh diçka me pasion, me dashuri ta dashurosh, ndërkohë që patjetër që sepse dalim nga shtëpia, dalim për të mbajtur familjen. Nuk diskutohet. Dhe është normal, ajo puna që bën, normal që ka një të ardhur. Kjo fjala rroktar ka dy kuptime. Po patjetër. Shumë mirë, bravo. Po pra, rroktar është tjetër gjë. Rroktar është tjetër gjë. Ai që iku mund t'i thosh. Ai është rroktar. Kështu që është ajo që thot Tori, nuk mund të jesh asnjë presje, por që këta unë mendoj që Flamurtari i ka gjitha mundësitë. Të dyja ndeshjet thash që i kam parë në stadium, më kanë pëlqyer, pavarësisht sepse Elbasani fitoi, po i referoj ndeshjes fundit, pavarësisht sepse kjo pavarësisht se Elbasani fitoi, por që unë e kam parë që nuk ishte edhe Elbasani, nuk ishte një ekip që të racionale Elbasani. Atë do thoja. Nuk ishte një ekip që të diktonte, Toni, një ekip që të diktonte lojën që thoshte këtu do fitoj. Do fitoj sepse jam i mirë se ty. Nuk kishte ndonjë superioritet ndaj Flamurtarit që të thoje, ok, më rave, do t'jap dorën, jam i forti. Patjetër, sepse ka ndodh në futboll, atë që flasim është kur një ekip është shumë i mirë dhe ka një nivel të caktuar, është më i mirë, ok, unë dhash gjithçka dhe unë munda. Dhash atë që Tori e thot shpirtin dhe gjakun. Problemi qëndron që Elbasani nuk mund duk në një ekip në nivel që të thoje që ta dominonte Flamurtari në çdo aspekt. Ishte shumë racional, me fjalë, erdhi, mori atë çfarë donte. Dhe ne ja bëm më të lehtë, sepse nëse do ishte shnuar penalltia, ndoshta do kishte marrë rrjet tjetër ndeshja, sepse dhe portieri u vra, e gjitha gjërat me radhë dhe prandaj ndodhen disa gjëra që ishin në favor Flamurtarit që nuk u shfrytzuan. Po bash, aty jemi, më falë, ndjesë të nërpresë. Po. Pikërisht për këtë më dhëmë dhe shpirti dhe edhe bëj diferencë madhe me ekipin tuaj. Që atë të cilës unë i më shoj fort, që them shpirti, olla, ku është shpirti? Ne pësojmë gol shumë gollaj. Mirë që pësojmë gol, por ne nuk kemi shpirt, olla, ne nuk... Patëm vetëm një ndeshje mbaj mendu që kemi me Partizanin, që humbëm dhe penaltin, prap Marko, që humbi penaltin, me Partizanin ne kemi vepruar, olla. Që ne humbëm, vërtet humbëm dhe halal, sepse futbolli i ka ato. Ama të paktën vepruan, sulmuan, gjuaj, nuk vende to. Kjo punë edhe fat. Por, ndërsa, tek kjo ndeshje, në dhe të gjitha të tjera, përveç një Lorenz Trashi, që unë i përulem, që jep shpirtin në fush, të tjerë të olla më duken Aty janë disa element mirë të tjerë edhe përveç Trashit. Për shembull, atë Maksutin unë do ta veçoja. Okej,
Nuk kundërshtohet. E kam thënë, jo, nuk shiko pak unë edhe në studio tjera që kam qenë, e kam përmendur, edhe vazhdoj edhe ngull këm ta them. Ka një problem toni te kjo pjesë. Unë nuk e di kush është marrë në katën, edhe nuk jam askush i ta gjykoj, sepse të thash, të gjykosh tu nga studio apo të shkallët e stadiumit është shumë e thjeshtë. Të gjykosh atë që është poshtë që punon, apo drejtuesin e flamurtarit, e kupton, e din ata. Po problemi qëndron këtu, që Maksuti të thash, e unë e kam përmend gjithmonë dhe vazhdoj, Maksuti ka ardhur te flamurtari si një blerje për të rritur dhe për të arritur një objektiv që të arrisnim dhe të çonim në një nivel shumë të mirë që nesër pas nesër, pse jo të shiten në një klub të mirë dhe të përfitojë. Ndërkohë që Maksuti vjen dhe po bën liderin. Ja vërtet. Te flamurtari. Edhe është shtylla kryesore në sulm. Po bën liderin. Ke Ememe që s'të kalozur, ke Oshafi që s'të kalozur, ai Bolzan është lojtar shumë i mirë, por që erdhi nga dëmtimi, ka ndihmuar deri diku, kurse Maksuti pothuajse ka qenë njësoj dhe stabil në gjitha ndeshjet. Dhe është normal, dhe pastaj pa i hequr asgjë Trashit, që është për mua është lojtar jo më kot, ka qenë pjesë e kombëtares, edhe për mua është në Shqipëri nuk ka mbrojtës majtë si ai. Të paktën pozicion e tij nuk ka. Të paktën çka kanë parë në Super League. Me fjalë është për mua është Trashi është në një niveli që është ai pastaj në ca shkallë bosh, pra këta mbrojtësat e majtë që ka në Shqipëri. Ka nivel. Për të ndalur Tori Baçi me dy bashkë. Jemi në këtë periudhë të mi, ju e thatë shumë, me vërtet jemi në një pozitë shumë të vështirë. 24 pikë, kemi përpara Vorën e Ballshëm që janë me 27 dhe ne me Tiranën 24. Pra, te kjo kaçë do luhet gjithçka. Sepse Tirat janë të shkëputura nga 37 vaj Durrësi apo jo? Po, Durrësi di e vajti 30. Sepse fitoi me Dinamo. Te kjo kaçë do luhet. Të korrigjoj. Po, jo jemi. Kemi qenë. Pozicion vështirë. Na duhet. Po. Tani kush? Dakor. Tani lutemi Zotit. S'te hiç presë, as më presë, po dakor. Ne lutemi Zotit që gjithë to ahet tona, gjithë to ne na ka bërë një favor ekipit, ne ka bërë një favor Partizanit. Ulemi në gjunjë. Me atë goli që bëri në Vorë, edhe me i lojtar Mangu, sekondat e fundit. E detyroj. Okej. Dakor. E thash për humor. Okej. Na ka bërë, domethënë, ne mundësitë tona është tash po i lutemi fatit Zotit të na jap ndonjë mundësi. Që pikërisht atëherë po mos ta presim të kalojmë të sepse është e pamundur. Shoh, ne mundësitë kemi. Ne vetëm merr ekipet flamurtari është luar më mirë jashtë. Ky ekip. Ne mundësitë kemi. Janë 8 ndeshje të mbetura. Domethënë lojë janë 20 Vlorë më zotëri. Po pra, tonë nuk të falet fumbasë. Janë 24 pikë akoma në lojë. Domethënë mundësitë janë. Shko. Gjithçka është e hapur. Dhe unë kam përshtypjen, e thash në fakt edhe javën e kaluar, po e them prapë tani që unë kam përshtypjen që këto 3 ndeshjet janë shko në Ballsh, të vinë Tirana, të vinë Vora. Pra, shko, të 3 ekipet që janë neve që mos të dërpres, Flamurtari ka fatin, unë mendoj që ka fatin që ka një kalendar favor. Unë kështu e mendoj. Sepse vetë luan ballë në Ballsh me Bylysin dhe ka treguar që në histori dhe në përballje që kemi pas neve me Bylysin, gjithmonë kemi triumfuar. Unë mendoj që do dalim me rezultat pozitiv që në Bylys, plus që pastaj ke Tiranën edhe Vorën. I ke kundërshtar direkt. Të treja këto ndeshje ne i kemi me kundërshtar direkt. Në qoftë se në këto 3 ndeshje bën mirë, të paktën të marrin 7 pikë, për mua është okay çdo gjë. Mendoj. Kështu që Flamurtari është prapë aty. Dhe unë mendoj se brumin e ka, mundësit i ka, mbështetjen absolutisht do ta ketë sepse tifozërinë ka me vete dhe njerëzit që e drejtojnë patjetër që janë aty për një qëllim. Dhe unë mendoj që ja del. Unë të paktën kështu mendoj që ja del. Sepse nuk ka as Bylys, nuk ka ekipën mirë si Flamurtari, qoftë Vora, qoftë edhe Tirana. Po shikoja tani edhe kalendarin e javës së ardhshme. Bylys Flamurtari, Tirana Vora. Bylys Flamurtari, ne po. Ne luajmë në Ballsh dhe Tirana luan me Vorën në Tiranë. Finale. 2 finale. Atëherë,
Qa na intereson ne, po thua ti Jo, apo? Na intereson ne. Ne na intereson barazim ata fitojmë ne. Jo, Tirana fiton. Tirana fiton dhe mua me shumë, s'po e deklaroj sot, 16 mars jemi, Po. Flamurtari shpëton. Edhe Ballçi me Vorën vazhdojnë vitin tjetër një kategori më poshtë. Po Tirana? Tirana shpëton. Shpëton e Tirana? Po shpëton. Tashi drejt që e mori të Mua më duket që vështirë Tirana. Jo. Nuk e di, më duket më shumë Ballçi se sa Tirana. Tirana me atë fitore që bëri ndaj Ballçit, për mua është kthes. Pastaj nuk ka kuptim kampionati më burri dhe mos Ka rëndësi ka Jo, po jo. kuptim, s'ka Po jo, kuptim, unë shiko, unë edhe pas Flamurtari s'ka kuptim. Jo, patjetër. Po Tirana është Tirana, sido që të puna është Tirana, pastaj janë disa vende bosh, pastaj vjen Flamurtari. Tirana është një ekip që ka bërë histori me titull, me nuk e diskutoj. Tani. Po flasim për kushtet aktuale, se sa shpëton Tirana. edhe po na Tirana nuk përpiqet bota, jo. Absolutisht. Po edhe ka rënë Tirana. Po prandaj. Jo, jo, nuk e vën dyshim, por unë them me pikën, shiko, se e them unë, nuk është se e tha vllai Zotit, ë. Jo, jo. Është dëshira ime dhe Unë do mbaj këtë çfarë ke thënë sot 16 mars që shpëton. ne në Ballçi jam me Baçin unë. Të më kundërshtoj Baçi sepse e shikon me një sy tjetër. Ne në Ballçi këta Unë janë kam përshtypjen që në këto 4 ekipe Tirana ka ekipin më top. Shiko, Përshtypja ime. Toni, unë i kam ndjekur, unë i kam ndjekur, të thash, kam pas fati që kemi parë ndeshjet, sepse kemi qenë me ndeshjet tona kemi pas mundësi dhe kohë, që i kam ndjekur, por që te pjesa e grupit të lojtarëve, unë nuk gjykoj dot, kurse për atë çka kanë dhënë, Tirana ka ekipin më të dobët. Për atë çfarë kanë dhënë, çfarë ka shfaq, kurse për emrat, për futbollista, po që mos haro se kanë marrë një trajner që ka bërë mirë në Shqipëri, e njeh shumë mirë kampionatin. E njeh shumë mirë kampionatin shqiptar. Ka një president që mundohet të bëjë çdo gjë për skuadrën. E njeh futbollin shqiptar. Prandaj unë uroj dhe shpresoj që po edhe Vora ka pikë, pastaj i druhem edhe gjërave tjera sepse është ajo pak këtu në tavolinë si që jemi ne bashkë edhe si ne si Vlorë ne jemi që kështu që ne nuk duam as kështu, ne kemi ne, edhe Flamurtari dhe ne jemi pak kështu që duam të jemi vetëm. Ne jemi drejt. Ne jemi drejt, vetëm drejt, edhe Flamurtari një gjë ka dhe ka pak bezdi. Ne si qytet e kemi pak bezdi këtë pjesën e jemi krenar për veten edhe kemi pak bezdi këto jashtë futbollit. Pyetja që të bëra aq për. Po prandaj thash. Ekziston ajo friktori? Absolutisht ekziston. Unë i mbështetur tek ato jam. Prandaj se në fundit neve jemi sulmuar, kemi sharë dynjan, neve luajmë me po bëj një krahasim, një kthim brapa. Ne luajmë me Partizanin, luajmë me Tiranën dhe Sharm Elbasanin këtu, tifozëria. Tjetër puna edhe. Po mi po ç'ke? Dakor. Po një sekond, po është ndëruar se deri dje shanim dukën. Tash duka është bërë vllai gushti joni. Inshallah të zot të jetë bërore. Fakti është që Flamurtari nuk e meriton të bie, pavarësisht këtyre cejakeve, po pati probleme të cilat janë gjunahe që në merkato. Kush e bëri atë thot mjeshtri këtu? Merkato. Merkato është ka një tjetër gjë, sepse ky është një ekip që lekët nuk u mungojnë. Gjithçka janë në kushte optimale. Çfarë do ne? Është nga ekipet më të paguara. Po çfarë e pikërisht, Merkato një dhe trajner dhe vllai tash ti. Unë kam përshtypjen që ai ekipi që ishte vjet i Flamurtarit është shumë i mirë. Ishte për atë kategori. Ishte për atë kategori. Jo, këtu të kundërshtoj. Të kundërshtoj. Më besoj që në futbollin shqiptar s'ka diferenca të ndaja, të dukshme në nivel kategorie. Të paktën me syrin tim çka kam parë nuk ka nivel që të thuash që shiko unë e pëlqej shumë atë ekip nga vjet. Shiko, të themi që ka diferenca të dukshme kategoria superiore apo tani po diskutojmë jo që dhe të bëjmë bisedë dhe të sepse na dëgjojnë edhe na shikojnë njerëz edhe që të jemi të kuptueshëm. Ka diçka, përderisa po flasim që janë 5 ekipe të kategorisë superiore për të rënë kategoritë parë që po luftojnë, apo janë 5? 4 ekipe që po 10 ekipe janë gjitha pra. Apo jo? Edhe Dinamo ka rënë pikjat. Më kupto drejt. Dhe tani kemi 4 ekipe që po luftojnë. Ndërkohë që në kategoritë parë kemi 4 ekipe që duan të hipin, që janë të nivelit të mirë dhe ato, që do të thotë me këto të superiores nuk kanë asnjë ndryshim për mua.
qoftë Pogradeci, qoftë Laçi, qoftë Skënderbeu, nuk ka ndryshim. As Kavaja. Nuk as Besa, nuk kanë asnjë ndryshim me këto ekipe që ne po përmendim, që do të them, sepse Flamurtari vjet të ka qenë në atë kategori. Vora ka qenë në atë kategori. Bylisi nuk ka asnjë ndryshim, qoftë dhe Tirana atë nivel ka, përderisa është për të rënë kategoria. Po dhe vjet Tirana me play-off shpëtoi. Me play-out, me Pogradecin. Kështu që nuk ka ndryshim të madh thori. Më Jo, beso. nuk ka kundërshtova. Shkoj, ekipi që ka pas vjet Flamurtari unë e kam parë. Ekipi që ka pas vjet unë kam shikoj një ekip që loste mi të impostoj, do të thotë të impononte lojën që thoshte nuk fitojmë ne. Patjetër. Më kupton, ishte ekip shumë i ashpër në çdo gjë, në çdo qoftë edhe në shpirt gare, qoftë edhe në mënyrën e të luajturit futboll, ishte goxha ekip shumë i fortë. Nuk të kundërshtoj Unë mendoj, jam plotësisht dakord. unë mund të shkoj se në momentin që dështon diçka thua del dhe duket vetja i zgjuar dhe flet mbi atë çka ka ndodhur. Problemi është që mendoj që ai shumë lëvizje nuk i kanë bërë mirë skuadrës. Ai shumë lëvizje. Kishte edhe një gjë tjetër, se ne ishim vjet kategori e parë. Si vjet u pompua në mënyrë të jashtëzakonshme. Ne jemi dëshmitarë. Nga media erdhi, ai për Real Madrid ai ishte që na bëri edhe autogorin në ndeshjen e parë në Elbasan. Ajo ndodh nuk ka. Okej, nuk po them, po që një lojtar që djuar me kërci, filloi Real Madrid, çfarë thotë? Kush i ato? Çfarë bëri? Po bota është bërë kaq e vogël tani sa të stiqë shikon futbollin nga të tjerë nëpërmjet celular. Ai ka qenë pjesë e ka luajtur me Realin. Mund të ketë qenë në lagje me stadion. Jo, ka qenë me Kalozën, Kaloz kampionat. Ka një gol në ndeshje kupe. Kaloi me kampionat. Para 15 vjet. Jo, kur ka qenë në Reali para 10 vitesh. Atë mosh kishte 31 vjeç, ishte. Ajo është pjesë tjetër pasaj se nga vjen dhe çfarë ka bërë kampionati më përpara. Ai kishte kalozur me Realin. Është dakord. Kaloz me Galatasaray në Turqi. Të dy merkatot që u bën nga dy skuadra me emër që kanë kampionatin shqiptar që ka pas. Si Flamurtari, si dhe Tirana, u bën një merkato dhe të veshësh këtu fanella është fat në jetë. Të veshësh fanellë dhe të Tiranës dhe të Vlorës është fat. Unë e vesh ndonjëherë kështu dhe ndihem krenar se para punës nuk kam luajtur futboll deri tek paratanit kam qenë unë. Po stop. Por më dhëm shpirti. Ke los portier apo? Portier. Portier nga që isha kaq i mirë. Direkt me forth of mind. Dhe tani çfarë do të them? Po nëse unë jam rritur me atë se unë kam thënë herë të tjera që Flamurtari është kur ulesh për të ngrënë do kesh sallat, turshi, ke dhe Flamurtarin tu. Ke dhe gotë e birë se pa Flamurtari nuk shtyhen këto të gjitha. Ja urdhojnë, qa vim në Bërdal, se është skuadra jonë e zemrës. Patjetër. Por kur pompohet, marrin lojtar. Tani kjo është ajo të cilët ne po se po vjen Bërdal. U pompua shumë dhe u zhgënjyem. Pastaj mos harro që ne duam unë përmenda këtë javë, domethënë, Vlora në Ballç, Tirana me Vorën. Por nuk u pasim pas. Në këtë javë do të kemi sërish përballjet me njëra tjetrën. Në fund mos gaboj, më pas në fund fare është Bylisi me Vorën. Në fund. Mos u merr me atë. Ajo dhe pavajtë e fundit, dhe ta kishin nesër 10 ajo. E kanë mbyllur. Me atë fri. Beti Bylis Vora e pendeshë në Ballç. Jo, pasha të në Tiranë. Doli portieri. Po çfarë? Doli portieri, nuk u bë pjesë, nuk luajta. Është ajo, prandaj thash që është ajo. Është caktuar ajo puna. Prandaj folëm që unë i referova edhe ekipit ton, edhe Flamurtarit, që ne si prefektur nuk jemi pjesë e këtyre gjërave në tavolinë, qoftë edhe administratori Flamurtarit Idrizi, qoftë edhe administratori Orikumit, nuk nuk merren me këto gjërat që merren ata. Dhe normalisht kjo është frika. Kjo është një frikë e madhe. Po pra, unë ka bërë të pyetje. Po patjetër, sepse unë e shikoj se unë jam ashtu siç jemi pjesë edhe Flamurtarit dhe jemi për vërtet unë jam në Orikum, por që problemi është që e ndjek me interes, e ndjek me interes dhe Flamurtarin, sepse më vjen shumë keq, por që është kjo që themi që këto pjesët jashtë futbollit pastaj janë një almë vete, edhe normale që shpresoj dhe uroj që t'jetë drejt gara dhe në fund. Unë kam më shumë frikë brenda se sa jashtë. Si dalim Ballç tori? Neve minimo marrim një pikë, minimo.
Por nuk u pasi. Unë them fitojmë. Fitoj. Ne urojmë suksese flamurtarit të shtunën Rrbaç dhe të dielën në Orikumit me Partizanin B. Në Orikum do të jetë në orën 3 mos ka bëjë ndeshja apo jo. Besoj se po, sepse Bëjmë thirrje gjithëve që të vëmë ta mbështetës me Orikumin sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme, nuk është shumë larg Orikumi, ja ku është. Ja për qefish. Edhe ta mbështesim. Vemi mballë çdo shtunën edhe pastaj të dielën në Orikum. Përpara se ta mbyll, u dua edhe nga një pyetje sepse po afrohemi datën 26. 16 ditë sot 26 luajmë në Poloni. Do përgjigje direkt? Po. E para se të ja përgjigjen, do t'i bëj një kompliment të fortë dhe të madh, që dini shumë mirë juve basketbollit vajzave tona të flamurtarit që na nderojnë. Patjetër. Po ma do shpirti mua do ta zëm sepse janë krenaria jone ato historikisht. Ato luajnë nesër në Final Four të Ligës Unike. Kanë gjysmëfinale me Bashkimin. Fituan tani me Tiranën ndeshjen. Kampionatin e kanë mbyllur sepse nuk kanë asnjë humbje. I kanë gjitha fitore. Si gjithmonë mbeten lider. Të martë dhe të mërkur luhet Liga Unike në Prizren. Do të luhet Kosovë. Luhet Kosovë të vit? Po, shpirtin e kemi në stadium, po krenar na bën pallati i sportit. Nesër 19:30 flamurtari luan përballë Bashkimit. Është shumë, po shumë e vështirë. Megjithatë të shpresojmë. Është fituesi. E do përgjigjen tash ti. Po, e dua për Polonin. Tash unë e dua dhe unë sa s'ka ku të bëjmë. Sigurisht në këto lloj botërorësh apo çaj janë këtu, unë jam gjerman, ju e dini shumë mirë atë punë. Në rast se do të kishte ndonjë kokër vlonjati në nacionale, do e dëshiroj me shumë fort. Por nuk kemi shanse. Unë shikoj Kosovën, që kalon Kosova. Kosova luan me Slovakinë datë 26. Unë e shikoj Kosovën të kaluar, ndërsa ky si ka ky braziliani Silvinho nuk më vjen keq. Nuk ka të aftësi për të vajtur deri atje. Po çi? Shkoton është një pyetje që s'di, dëshira është ajo, si thon, zemra dhe shpirti themi inshallah ja dalim, po që shumë e vështirë, sepse ekipi polak është goxha i fort, jo për pjesën e mënyrës apo e të luajtur futboll që kemi diferenca të dukshme te kjo pjesë, por që ka një ekip shtatlart, ka një ekip që luajnë fort në standarde, edhe nuk ka ndonjë cilësi të jashtëzakonshme apo ndonjë cilësi mbi lojtarët tanë, sepse pothuajse gjithë lojtarët e kombëtarës luajnë jashtë dhe luajnë nivele shumë të mira. Ka ndryshuar kohërat jo më si më përpara, por që unë shpresoj dhe uroj që të fitojmë. Edhe si thon asaj dëshira shumë e madhe, është absolutisht shumë e vështirë. Muçi, më fal, mirë se të lutem, Muçi u fut në akoma nuk ka dalë lista përfundimtare. Shpresoj që po, sepse edhe Manaj më duket është vrarë. Po, ka problem. Manaj po është vrarë dhe duhet gati me shumë mundësi. Po, ashtu, shpresoj që të thirret. Po që Asani s'duhet vite pa. Shpresoj që unë vetëm gjë që mund të them sinqerisht. Ka një gjë me Asanin, që Asani nuk po luan, sepse është ndërprer kampionati atje po luan deri në Iran. Po stërvitet me Partizanin, po Po jo, mbaroj që është i zbuluar ai tash. Ai është i zbuluar. Në qoftë se ka diçka sipas asaj që kemi parë dhe kemi dëgjuar nga trajneri kombëtarës, është që në qoftë se unë mendoj, ai shpreh gjithmonë që unë të thirr një lojtar që ka përqindje më të madhe për ta luajtur. Nuk thirr një lojtar që t'i bëj qefin që ta sjellë në kombëtare. Kjo është një gjë që unë mendoj që ai ka drejt, të paktën në pozicionin e trajnerit. Ka shumë të drejtë. Por, po të marrim parasysh faktin, lojtarët që ti ke në dispozicion te pjesa e sulmit, Muçi është me minutat më shumë këmbë, edhe me golat shnuar. Shumë rezultativ. Shumë rezultativ. Po të marrim Manaj, po të marrim Broja, po të marrim lojtarët e kombëtarës që flasim sot, të paktën edhe nga ajo që po lexoja në mëngjes, Strakosha i ka pas minutat pothuajse të tëra. Me Kunatimet janë vënë para ata. Kampionat grek. Gjimshiti është një lojtar që ka lozur, ka pas disa momente edhe ai që është titullar. Ismaili tek Torino po los. Aslani gjithashtu po luan. Aslani te Beşiktashi po luan, Ramadani po luan. Pra janë Mitaj ka pasur oscilacione. Mitaj për shkak të zgjedhjeve që ka bërë trajneri, jo sepse Ysaj nga i djathta është pa minuta fare. Pa minuta. Kështu që Balliu po luan. Po luan.
Më shqetëson ajo Polonia sepse para punës ajo që thotë ju, kanë ekipin e Janë shtat lart, kanë goxha shtat lart. ta psikologjikisht Lloj janë mirë, po shofull mua standarde. më shqetëson ky. Trajneri nuk transmeton më ky. Nuk e di për mua ka mbetur. Një dhe plus e morë vesh se sa bësh premio e kanë futur ata. Po, e kanë lexuar. Si çdo ekip tjetër. Ça? Jo, këta e kanë egzageruar. Jo, nuk ka, shiko, Polonia ka egzageruar. Edhe Shqipëria ka premio goxha të madhe. Se nuk e kam nxjerr shifrën, po Po 100 këta kishin 100 milion. ata 150. 150 nuk e Polonia. Polonia, Po. do ka e tillë. Po. Po paraja ndonjëherë nuk të sill suksesi. Absolutisht. Por është një stimul. Ta sill Fanella. Absolutisht, është ai shpirti. Nëse deri në datën 26 kemi kohë, të shpresojmë që do të shkojnë kombëtarët mirë në Poloni, por përpara kemi Byllis Flamurtari dhe Oriku Partizani B. Këto dyja një të shtunë diel shpresojmë që të sillnin rezultate pozitive, baçi fitore. Inshallah. Të shpresojmë, të urojmë. Faleminderit Toni. Edhe Mund të kem një dyshim tek ndeshja në ballshun o fitore barazim, pa Orikumi që garantuar fitore. Është pa diskutueshme. Suksese. Dhe faleminderit që ishte. Shumë faleminderit. Shumë Faleminderit faleminderit. Tori. Shumë faleminderit ty Toni. Kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit dhe juve. Bashkë suksese, vëlla. Rosh, faleminderit, Tori. Tori. Së bashku me ne në këtë mbrëmje tek kësaj të hënë. Si gjithmonë i transmetim të martë në orën 15, bashkë do të jemi të në ardhshme, sërish në Blu Televizion në Sport në fushën e Blu. Natë mirë.